na u tha që nga ky takim do të mund të definohet qëndrimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për ushtriqësimtarët e Kosovës dhe për luftën. Pas një 4 orë bisedimesh, ata kanë qenë 8 përfaqësues të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, njëri prej tyre u deklarou se është i delegumi i posaçëm i presidentit Clinton. Ardhur Mahmuti është takuar edhe me generalin Clark. Dhe kem pas një shpresë që NATO do të mund të intervenojë ndoshta në tetor. Ajo e çon në alarmin, domthonë në shkallë të lartë, por gatishmërisë i pat fluturime të aeroplanëve ushtarak edhe mbi territorin e Serbisë, mirë po nuk u goditën. Xhavitin ka sugjeruar që ne të marrim kontakt me diplomatët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe jemi takuar në Bardhyli me 16 qershor 1998 me një grup të diplomatëve amerikanë. Pasi që ne kemi shpalus platformën e ushtriqësimtarët të Kosovës, qëllimet, mjetet se si dojmë të realizojmë ato, ne kemi pasur kërgja një ndrojtje të madhe kur shkum në takim, sepse na u tha që nga ky takim do të mund të definohet qëndrimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për ushtriqësimtarët e Kosovës dhe për luftën. Kështu që në disa ditë jemi përgatit, sepse nuk e kemi ditë se çka do të ngritet, çka do të bisedojmë, po kemi shtruar teza, hipoteza ndryshme dhe jemi përgatit se çfarë qëndrime do të bëjmë. Ne kemi shpalos platformën politike të ushtriqësimtarëve të Kosovës dhe pas një 4 orë bisedimesh, ata kanë qenë 8 përfaqësues të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, njëri prej tyre u deklarou se është i delegumi i posaçëm i presidentit Clinton. Pasi kemi biseduar, ata janë ndarë të kënaqur. Dhe ne kanë propozuar që atë një takim në nivele më të larta politike, ne kemi thënë që për ta jemi këtu, dhe mbas 10 ditësh e kemi takuar sërish unë dhe Ardhur Mahmuti, ambasadorin Gelbard, i cili ka qenë me një delegacion të State Departmentit, dhe aty kemi biseduar bukur gjatë, dhe kemi shtruar prapë në platformën tonë, kemi pas vërejtje pse Bashkia Ndërkombëtare po e trajton ushtriqësimtarët e Kosovës, një luftë të drejtë, një luftë çlirimtare po e ka shtuar cilësimin terrorist, sepse me njërë mas ngjarjeve në Prekaz, në mars të vitit 1998, grupi kontaktët në Londër nxorri një deklaratë i cili e denonte dhunën policore, dhunën e tepruar policore, siç thuhej shprehjesht në deklaratë të policisë serbe ndaj popullsisë civile shqiptare dhe njëkohësisht dënoi çdo akt terrorist i ushtriqësimtarëve të Kosovës dhe çdo grupacioni tjetër. Madje kërkoi edhe që t'ju pamundësohet stërvitja, financimi, domethënë ushtriqësimtarët e Kosovës trajtoi si një grup terrorist. Të njëjtin qëndrim e pati edhe Bashkimi Evropian, domethënë me një deklaratë në mars të vitit 98 dhe po të njëjtin qëndrim edhe me rezolutën 1960 të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Tash ne kishim këtë cilësim dhe kishim këtë kërkesë, sepse ne nuk jemi terroristë, ne jemi një lëvizje çlirimtare, një kryengritje masive popullore që don të shtuket si kam, po të çlirohet, sepse nuk mundemi që një shekull të bëhen në mënyrë permanente duke qenë të diskriminuar, shtypur, të vrarë nga pushtuesit serb. Dhe gradualisht, në këtë anë shtohej operacionet luftarake, shtohej dhuna e gjenocidit serb mbi popullatën civile. Në anën tjetër, ne fillum pastaj morëm takime dhe me përfaqësues të shteteve tjera të Evropës Perëndimore. Po atë ditë që jemi takuar me Gelbardin, të nesërmen jemi takuar dhe me ambasadorin Holbrooke. Dhe ambasadori Holbrooke edhe State Departmenti i bërë publike, edhe ambasadori Holbrooke me një konferencë shtype, dhe ai për herë të parë ka përmend pavarësinë, sepse deri në atë kohë gjithmonë ka qenë që duhet të gjendet një zgjidhje, një autonomi politike, territoriale në kuadër të atëherë Federatës Jugoslave, Serbi, Malizi që ka qenë. Mirë po, për herë të parë e përmend që thotë nëse arrihet një marrëveshje, mund të ndiqet modeli i ndarjes së Slovakisë me Çekinë, dhe ka përmend pavarësinë për herë të parë. E di që kjo ka qenë forumin politik, ekonomik në Krasmontana, aty ka qenë i pranishëm edhe kryetari atëherë Federatës Jugoslave Momir Bulatović, i cili e braktisi konferencën shaj proteste, pse në kodët të asoj konference, të atij samiti domthonë ekonomik, ky e mbajti konferencën për shtyp Holbrooku, ambasadori Holbrooke, dhe ai shaj revolte braktisi atë
atë forum. Kështu që prej aty pastaj ka filluar një takime intenzive me qeveritë të vendeve të ndryshme evropiane, edhe me State Departmentin nuk janë këputë raportet asnjëherë, pastaj ne kemi vazhdu me ambasadorin Larry Rossin, kem pas takimet përhershme, po edhe këto në teren filloj u realizu takimin sepse u kriju drejtoria politike, pastaj u realizu takime mes diplomatëve të Evropës edhe të përfaqësuesve politik të ushtrisë të Kosovës në teren këtu, ishte Volkan Petrić, ambasadori Petrić, pastaj ishte Albert Rohan. Pastaj erdhen ky misioni në tetor, kur vendos misioni verifikatorëve, ka pas komunikim intenziv në mes të përfaqësuesve që ka thënë William Vokeri dhe përfaqësuesve të ushtrisë të Kosovës, kështu që drejtoria politike muri gradualisht formën e një formacioni politik i cili ka përfaqësuar në platformën e ushtrisë të Kosovës. Në anën tjetër në Evropën perëndimore u shtun takimet dhe aktivitetet e mëdha, dhe ishte pamundshme që të mos zgjerohet grupi dhe grupi politik për marrëdhënie me jashtë i UÇK-s ka qenë pjesë përbërëse e drejtorisë politike, që e kanë përbërë përveç Bardhel Mahmutit dhe meje, aty kanë qenë pastaj që janë përfshi Jashar Saliu, Bilal Sherifi, Agush Buja, Muj Rugova, Regji Përdemaj, Sabri Keqmari në Gjermani, Dino Asonaj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Nofri Leka në Norvegji, pastaj ka qenë Plora Cidiu në Britani të Madhe. Kështu që u kriju një grup i cili ka funksionu si me qenë një ministri e punëve të jashtme, kurse edhe në teren këtu kishte kontakte intensive, edhe që në tetor të vitit 98 është bisedu për anëpushim. Në atë kohë ne kemi pas një parë takimesh me ambasadorin Larry Rossin, kurse edhe këtu në Kosovë ka qenë domthonë edhe Chris Healy, erdhe dhe Holbrooku, domthonë edhe ka pas domthonë përpjekje për të kriju një anëpushim dhe për gjetë një marrëveshje. U kryua me 13 tetor, u bon një anëpushim i njëanshëm prej ushtrisë të Kosovës, por edhe Serbia u zotu se do të respektoj, nuk do të përdorë në operacione, nuk do të lansoj ofenziva ushtarake, dhe në ndërkohë u vendosë misioni verifikatorëve në Kosovë, që ishte një shpresë që do të mund të filloj një periudhë e negociatave që do të mund të gjejnë një zgjidhje, mirë po ajo nuk rezultoi. Ka pas në atë kohë kem pas kontakte dhe me organizata ndërkombëtare përveç qeverive edhe me NATO ndër tjera. Bardhel Mahmuti është takuar edhe me generalin Clark dhe kem pas një shpresë që NATO do të mund të intervenojë ndoshta në tetor. Ajo e çon në alarmin domthonë në shkallë të lartë, por të gatishmërisë i pat fluturime të aeroplanëve ushtarak edhe mbi territorin e Serbisë, mirë po nuk u goditën. Me shpresë që do të mund të gjendet një zgjidhje, mirë po prap u lansuan disa aktivitete ushtarake të ushtrisë dhe policisë serbe, dhe pastaj ato vazhduan me krime, me akte gjenocidare, me masakra, që në pas Raqakut atëherë u dinamizua aktiviteti diplomatik edhe u therë konferenca e RMBI-s.